I sapo kthyer nga Brukseli, kreu i LSI-s Ilir Metaj ka bërë apel klasës politike të plotësojë detyrimet e mbetura në mënyrë që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat. Meta ka theksuar se brenda kësaj jave Parlamenti duhet votojë projektligjin për gjykatën e lartë dhe reformën parlamentare, dhe për këtë nevojitet bashkëpunimi të dy palëve. Është bëri punë shumë i paraprake, mendoj edhe për çështjen që ka të bëjë me rregulloren e funksionimit të parlamentit, edhe me projektligjin për gjykatën e lartë. Është koha që këtë javë të ecim përpara, të miratohen të dyja çështjet me konsensus. Kjo i përforcon akoma më tej shanset për të ecur drejtmarrjes statusit të vendit kandidat. Kjo është ajo që synon mazhoranca, por unë nuk duhet besoj se nuk e synon edhe opozita, pasi gjithë shqiptarët e kërkojnë këtë gjë. Në 10 tetor, Komisioni Evropian do të publikojë opinioni për Shqipërinë dhe klasa politike ka pak ditë kohë për të plotësuar detyrimet e saj.